Unë thamë që Ministria e Infrastrukturës e ka kitë përgjësi, sepse egzamineri ka presion ndaj të gjithëve shamu që ndoshta ti ndihmoj diçka që ka mund të më ndihmu për shkak që secili që ka merr patentën merr për një vend punës. Sidomos te kategoria A tash që kemi deliver. Ka një presion që nuk ka fajin në farë aspekti, ndërsa fojin kryesor unë mendoj që ka do thotë departamenti i patën shoferëve dhe departamenti i automjeteve. Pse nuk e rritin numrin e egzaminerëve? Nëse rritet numri i egzaminerëve, hyn kandidati, nëse dështon nga provimi hyn herën tjetër nuk është një problem sepse ka mas një javë 10 ditë apo 2 javë. Sikur që ka qenë do thotë para 2017 nëse se gaboj. E pse është zvoglu numri? A kemi informacion pse është zvoglu numri? Po jo, kjo është do thotë nuk ka informacion për çfarë arsye pyetësat apo egzaminerët do thotë e sidomos këta që e kanë kryer licencimin pse nuk punsohen. Nëse këta e punsohen, atëherë zvoglohet numri i pritjeve. E që ka mundësi që edhe egzaminerët tjerë, po gjitha gjëna të rregullohen. Kur është mundësia edhe tjetër përveç se këtyre që janë të licencuar, është mundësia që të formohet do thotë trajnimi për provime për egzaminerët që duhet të formohen ata çdo 2 apo 3 muaj në trajnim, të vendosin pyetjet adekuate, të cilat janë jo të jenë pyetje që mos të mund të kaloj asnjë egzaminer prej 20 apo 30 egzaminerëve mos të kaloj asnjë, mos të jenë pyetje me tendencë për shkak që duhet të dështoj një pyetës apo egzaminere. Në rast që kjo rregullohet nga departamenti i automjeteve dhe nga departamenti për patën shofer, të ftohen egzaminerët që janë duke pritur për punësim, atëherë nuk kemi të llovina, nuk kemi kallabllak. Nuk ka ankesa ndaj askujt, ndaj asnjë kandidat, ndaj asnjë egzaminer për shkak që nëse dështon nga provimi pret një javë apo 10 ditë është këtë normale, është këtë në rregull është. Normal është që 2 muaj e gjys është e stërgjatur, është shumë. Po, 2 javë me qenë për shembull afati që s'mundesh me parasit provimin 2 javë më herët, është okej, se i bën që nëse kironi herë, ushtron edhe pak, i bën edhe dorë, po dhe deri në 1 muaj besoj që i shkon pritje normale. Ne kemi pas më herët kemi pas edhe një rregullim të brendshëm ashtu, i kemi caktuar se cila autoshkolla ka pas një ditë në javë. Shembull, X autoshkolla ka pas të Ejtën, X autoshkolla të Mërkurën dhe kur ka shku kandidati, i ka dalë çaja ditë që ka pas autoshkolla provimin. Edhe është rregulluar shumë më mirë, edhe shumë ales se nuk ka pas më të llovina në poligon apo në stacionet ku bëhen testimet dhe ka qenë shumë në rregull. Që një vetë e gjys apo 2 vetë me këtë sistemin e ri që ka ndryshuar nuk e rregulluar këtë çështje. Do thotë momenti që është rregulluar që ka dhënë një rezultat shumë të mirë edhe për egzaminerë edhe për autoshkolla, e po që është gjithçka në rregull të shku, me këtë sistemin e ri që ka ndryshuar, prap nuk e kanë kthy atë pjesë. Kemi bërë kërkesa që të kthehet një ditë në javë tek autoshkolla, që është shumë më mirë, nuk e kanë kthy me pretekstin që nuk le sisteme që janë ato, mund të them pallavra se sistemi njeriu e rregullon edhe mund të rregullohet shumë e lehtë dhe shumë e mirë, vetëm për shkak që ka qenë në mënyrë të rregull duke shkuar provimet, prapë e kanë kthy në mënyrën jo të rregull qysh e dojnë edhe vetë ministria që e bën këtë kaos. E kanë prish. Kanë prish, do thotë është prish me qëllim do thotë që të ketë kaos, që është shumë e lehtë dhe shumë e mirë që të rregullohet. Kemi shembull vjen kandidati në ora 9 me him provim. Egzaminerët e ngarkojnë me landë, 10, 12, 14 landë. Duhet me prit. Dhe ai në ora 9 që ka duhet me prit deri në ora 11. Mandej neve si biznese, neve na pengon për shkak që instruktorin ti duhet të bllokon derisa të përfundon çaj kandidat provimin. Deri në ora 11 apo 12 apo edhe në ora 1. Mandej tash në shembull po e marrëmi në atë shkollë ka 10 kandidat muzikë, 10 instruktorë do të ti bllokon ministria çdo ditë atë. Atë kur me punua instruktor? Apo atë shkolla kur me mojtuar me kandidat tjerë? Përderisa në ora 9 ka provimin hin ora 12 apo hin ora 1. Mos me mërrim me ku ta anulon se ka të drejtë egzaminerit për shkak se ka ngarkesë. Ta anulon thotë s'ke qenë këtu. Po të smosh me qenë ato me prit 3 orë apo 4 orë derisa të vjen në radhë, përderisa e ka terminin. E ka terminin e mon në atë termin. Do të këtë të llovi që e krijon vetë ministria për arsye të pakjarta, nuk e di pse, po ajo është që e krijon që mund të më rregullu shumë lehtë dhe shumë shpejt. Do të thonë kur e bojnë lug i ndihmojnë domethënë vetes që njerëz me gjetë mënyra tjera me kalu më shpejt këto procedura që mundet me qenë edhe pagesa e rishfetit. Po, momenti që ka të llovina dhe ka do thotë pritje gjata, çdo herë ka mundësi për keqpërdorime, se na njerëz jemi secili kena mundu me gjetë një afër, një dojnë, një diçka që ta ndihmojë diçka për shkak se ka shumë njerëz që presin për një punë. Do të thonë, veç ta kem qartë që nuk është mungesa e egzaminerëve, do të thonë që të licencuar.
Nuk është puna e Është mungesës së e njerëzve egzaminerëve të punësuar. të punësuar. Ndërsa si numër të egzaminerëve ka të Ka, mjaftueshëm. edhe këta janë të pritë në rand mu punësu. Po, Veç ministria s'po i punëson. 10 egzaminerë janë të licencuar, por nuk i ftojnë për të punësuar. Okej. E ndërsa mund të them që ndoshta edhe me qindra të tjerë janë që kanë kryet trajnimes, janë trajnime që do të kryejnë, edhe të nështrohen provime për licencim. Po. As atë provim nuk e krijojnë që të licencohen. Kështu që nëse prapë e thamë, nëse dojnë Ministria e Infrastrukturës, 2 departamentet, mund të i ofrojnë numrin e egzaminerëve të mjaftueshëm që mos të ketë pritje të gjata.